kthimi i vëmendjes së politikës shqiptare, diplomacisë shqiptare, ardha e kryeministit Rama, ardha e vetë zotit Berisha, pra kryetari i Lidhjes Demokratik, zgjoi interesin e kryetarëve, u duk që të paktën u premtua se të kishte një ndryshim në qasjen e politikbërjes brenda politikës shqiptare dhe pa një pjesëmarrje të kënaqshme, por mund të ishte shumë më tepër nëse vota diasporës nuk do vendosej në momentin e fundit dhe nuk do ishte informuar dhe aq më tepër Greqia duhet të ishte toleruar për vetë faktin se ka një specifik dhe ndaj pati shumë të themi aplikime të cilat u refuzuan, pra shumë regjistrim që u refuzuan dhe siç e dim janë më shumë se 130.000 kërkesa në PQZ për në aplikacionin për, por fatkeqësisht u miratuar rreth 70.000. Kjo përveç faktit se nuk diskutonin një dokument të banesë kufitornit sepse shumica e bashkëtarëve tanë në Greqi fatkeqësisht nuk kanë banesë në tyre apo nuk kanë dokument të provojnë banesën ku qëndrojnë. Qartë. Gjithsesi edhe pse dëshira ka qenë e madhe, thoni ju, edhe pse kemi një komunitet shumë të madh shqiptarësh në Greqi, gjithsesi shifrat janë të vogla. Ka një këndvështrim tjetër, ose a është e vërtet se në fakt shumica e shqiptarëve nuk kanë një pasaport shqiptare tashmë për të votuar? Jo, kjo nuk është e vërtet, aq më tepër në Greqi. Nuk e di kush nuk do të merret prendin e tillë. Për hir të vërtetës, ambasada shqiptare në Greqi ka qenë shumë problematike për lidhur në procedurën e lëshimit të pasaportave. Por vitet e fundit që nga momenti që erdhi aplikacioni i Albania, pra portali i Albania, procedura u ndryshua, ka patur përshpejtim, si në lënë e takimit, pa dhe në shërbim. Madje ka patur një tolerim nga vetë ambasada, për hir të vërtetës që shumë bashkëtarë të cilët nuk kanë dokumenta greqi dhe nuk kanë patur mundësi të deklaronin humbjen e pasaportës tek autoritetet greke, deklaronin e policisë, ambasada i ka toleruar duke i lënë atyre dhe mundësitë me një vetë deklarim në ambasadë, duke paguar dhe një kuotë specifike të aplikojnë. Pra, përqindja e bashkëtarëve tanë që nuk kanë pasur pasaporta është shumë e vogël e papërfillshme, madje edhe ata që kanë marrë shtetësinë greke, që është një numër i konsiderueshëm, kanë pasaportë shqiptare, por mund të kenë patur që është e vërtet ose nuk kanë patur karta identiteti ose kanë patur karta identiteti skaduar. Kjo po mund të ishte një çështje sepse nuk është aq e nevojshme dhe shumë e dobishme karta identiteti, por shqiptarët jetojnë jashtë kufirit të Republikës së Shqipërisë. Qartë. Zoti Guri, do doja një mendim si pat këto zgjedhje pra të fundit në Shqipëri? Mendoj personalisht zgjedhjet më të mira që janë zhvilluar ndonjëherë në Shqipëri, se përtej klifave ndjes për shprehje, por nuk kam shprehje tjetër, të politikës që mundohet gjithmonë të hedhë fajin palës tjetër, unë konstatova që qytetarët shqiptar kanë dëshirë dhe vullnet për ndryshime, duan ndryshimin, dhe fatmirësisht nuk pati debate dhe përplasje të qytetarëve, pra të simpatizantëve të Partisë Demokratike me simpatizantët e socialistë apo të forcave të tjera, dhe kjo është vërtet për të përshëndetur për të mbuluar. Qartë. Si e shikon diaspora dhe më saktë komuniteti shqiptar Shqipërinë e këtyre ditëve, e këtyre viteve të fundit? Shqipëria ka bërë ndryshime vërtet të admirueshme, ndryshime që ishin deri para pak vitesh të paimaginueshme për vetë faktin, duke patur parasysh mënyrën e blogut dhe të zbehet që funksionon administrata shqiptare, dëshira apo korrupsioni i lartë që të paktën sipas akuzave të mëdha arrestime që kanë bërë vetë SPA, pra një organ shumë i respektuar. Ka një ndryshim të madh, ka një qasje ndryshe, kjo duket edhe nga imazhi i ndryshimit nga rrugët, nga sheshet, nga shumë qytete që kanë ndryshuar komplet pamja dhe sigurisht edhe ardhja e turistëve ka dhënë një dinamikë tjetër dhe ka prodhuar energji të reja. Vetë qytetarët shqiptarë në Shqipëri duket tashmë se janë më të hapur dhe nuk janë më të ngujuar siç ka qenë dikur të